Edi Rama do përfundoj në burg, nuk ka ku të shkoj. Ose drejtësia do të shtoj, ose Edi Rama do shkoj në burg. Dëgjojmë shpesh që Edi Rama flet për drejtësinë. E ka me faza. Kishte fazën kur arrestuan krahun e tij të djathtë Erion Veliajn dhe aty nuk e mbështeti drejtësinë. Pastaj kaloi ajo fazë, tani është në fazën që thotë ne mbështesim drejtësinë, na votoni për të mbështetur drejtësinë. Po ne e dim që po gënjen. Në datën 12 ne do zbulojmë. Problemi i Edi Ramës është drejtësia. Dhe me kë do ta mbështesi drejtësinë Edi Rama? Tani në listën e Partisë Socialiste ka 3 emra që janë në hetim dhe të akuzuar nga Spaku. E para, Olta Gjaçka akuzohet për shpërdorim detyre, u pasurua nëpërmjet plazhit, pasi volli tokën edhe pasi shpalli veten praktikisht në histori strategjike. Kemi Plaren Drecën që është po ashtu në hetim.